Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në studio live dhe ditën e sotme në transmetimet tona të drejtë për drejta nga ora 17 deri në orën 20. Do ndalemi te lajmet të minutës së fundit, do kemi lidhje me kuvendin e Shqipërisë vetëm pas pak, por do kemi edhe tema të tjera që lidhen me përdorimin e monopatinave, por pa harruar edhe tema që lidhen me ekonominë, kështu që qëndroni me ne, por ndalemi shkurtimisht te titujt dhe më pas vijojmë me lidhjet e drejtë për drejta. Seansa kësaj të enjte nisi si një deja vu e të kaluarës me PD-n që u ankuar për zgjedhjet, ndërsa socialistët i kujtuan humbjen madhështore e Berishës pas debatit. Demokratët braktisën sallën dhe socialistët votuan të vetëm ligjet. Në seansë u rikthye edhe kryeministri Rama. Në Pallatin e Sportit Fariehoti në ditën e 8 të rinumërimit janë hapur më shumë se 85% e kutive me ndryshime të vogla. Kryeson PD me rreth 600 vota të pamerituara. Hapen edhe kutitë e para të Kavajës, aty ku Ilir Meta nga Burgu pretendoi se janë trafikuar votat. Fëmijët e plagosur me monopatina pranë piramidës ecën me semafor të kuq. Në një orë vëzhgim gjatë ditës, Report Televizion konstatoi me 10 shkelje në rrugë. Kodi rrugor nuk përcakton asnjë rregull qarkullimi për monopatinat. Ekonomia e vendit u rrit me 3.4% në 3 muajt e parë të vitit, por ajo ka shfaqur shenjat e ngadalësimit në raport me vitin 2024. Shkak është bërë bujësia që sipas Instat vijon të jetë zhytur në krizë, ndikim negativ edhe industria. 673 maturantë nuk kanë mundur të marrin notën kaluese në testin e matematikës. Rezultatet janë të dobta edhe për kaluesi, duke regjistruar një notë mesatare në rang kombëtar 6.47%. Vetëm 166 maturant kanë arritur të marrin 10-ën absolute. Lideri suprem i Iranit u drejtua kombit me një mesazh në rrjetet sociale dhe televizionin shtetëror ku tha se Teherani korri një fitore ndaj Izraelit. Mesazh pati edhe për SBA, të cilët sipas tij morën një shuplak të madhe nga Irani. Në prag të protestës së 28 qershorit, studentët serb i dhanë një ultimatum presidentit Vučić duke i kërkuar që të shpallë zgjedhjet e parakohshme ose do përballet me mosbindje civile. Reagon Vučić ndërhyn për ruajtjen e rendit.